marrëdhënie të ngrirë. Për shkak të afiliacioneve politike. Absolutisht. Dhe në anën tjetër, mendoj që në rregull është që është bërë fjalimi në bordin e paqes. Por gjithsesi ka treguar që shqiptarët me diplomacinë nuk kanë fare ndjeshmëri, sepse kjo punë mund të bëhet në format krejt tjera. Argumentimi, ndërtimi një grupi ekspertësh në Kosovë, juridik, dhe një në Shqipëri, që të bëj lobimin e duhur në kancelarit e rëndësishme të Europës, do duhet ishte çështje prioritare e angazhimit politikës. Gjithmonë duke ruajtur integritetin dhe pastërtinë e procesit shpalljes pavarësisë Kosovës. Por më fal, ndjesë një fjali, por dhe një lajm si kundërpesh e gjithë lajmeve që kanë përmbytur median ndërkombëtare me gjitha dëshmit, me gjitha akuzat e prokurorëve, dhe nga ana tjetër nuk ka asnjë lajm duheshe. Pra, ishte momentumi, ishte mediumi, ishte vendi, ishte konteksti. Jo, në rregull është, nëse po flasim por jo, pra nuk ishte diplomaci, ishte për të balancuar pak situatën mediatike dhe perceptimin se ishte bërë vetëm zi, pra. Jo, po ishte ideja e balancës. Nëse unë e kuptoj atë gjë, por reperkusionet nuk janë të ndikimit të perceptimit publik, janë aspekte juridike, sepse ne futëm Kosovën në kornizimin politik duke parashtru një proces juridik të mbrëmshëm se nuk e dërguam deri në fund. Aki, vetëm kam një pyetje që është delikate. Si e shikoj unë, domethënë se dikush kërkon t'i japi ndoshta një merit shumë të madhe që Serbia arriti të lobonte. Me thënë vërtetën, unë kam një frikë tjetër. Unë nuk mendoj që Serbia është kaq e fuqishme sa të loboj kundër Kosovës sot. Sepse më rezulton në një shtet afrikan ose në ishull i humbur në Oqeani e ka tërheq njohjen e Kosovës. Unë nuk mendoj që Serbia, se kam dëgjuar Vučić që thotë, do ikin kaq majni mend, thotë ja. Thotë shiheni tani, thotë se është bërë si protestat e doktorit. Thotë majni mend, thotë sa shtete do heqin njohjen e Kosovës. Fakt kjo nuk ka ndodhur. Përkundazi kemi pas Brunei, kemi pas Bahamasin, pra janë shtuar. Jo shumë, kuptohet, por nuk kemi pas atë fortunën e anullimit njëjve që ka paralajmëruar Vučić. Me thënë vërtetën, unë kam një frikë tjetër. Frika që kam unë, që kjo që ka ndodhur, duke futur edhe temi të që aktin e fundit, pra këto zonat speciale, kam frikë mos është kompleksi i Europës. Tani, pak më i fortë. Gjitha janë të lidhur, po nuk mendoj që Serbia është, unë nuk e shoh Serbinë kaq të fortë. Kaq fortë sa që imagjino. Kosova është përderisa dosjet serbe janë në proces. Jo vetëm ajo. Dosjet serbe janë mund të jetë Rusia më e fortë Sohol. Jo, duhet përdorur. Rusia që nikon në Europë. Ideja se si funksionon diplomacia serbe, sepse ky është handicapi i Kosovës. Gjenerata që sot është në pushtet me Kurtin paramendojnë se mund të kuptojnë çfarë bën Serbia. Po çka ka ndodhur me këtë kërcënimin për tërheqjen e njojeve? Ata vendosën një listë të shteteve që kishin ndikim, përfshirë Egjiptin. Dhe amerikanët, duke qenë se janë ata që realisht edhe sot vazhdojnë të jenë mbështetësit kryesor të njojeve, thanë nuk duhet ndodhë kjo punë, për ndryshe do ketë pasoja për Serbinë. Serbia tha, po në rregull, nuk po e bëjmë atëherë këtë, po na vendosni në pozitën strategjike për sektorin e energjisë, gjë që sot u konkretizua. Do të thotë, ideja e diplomacisë tyre është që të ngacmonin Shtetet e Bashkuara të Amerikën në një interes vital në Ballkan për të përfituar në aspekte tjera. Gjërat që cilat i kanë kalu Kosovës nëpërmjet përpara syve, Kurtit dhe të tjerëve. Sot Ministria e Energjisë, e Ekonomisë Kosovës nuk ishte në tavolinën e nënshkrimit për pozicionin strategjik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sektorin energjetik. Vetëm desha të jap një se si luan diplomacia serbe në kuptimin e presionit të mbrëmshëm. Por ajo që nëse mbetemi tek gjykata speciale, unë mendoj që Serbia ka plan të sakt se si do e kapitalizoj mundësinë që cili do prej këtyre 4 njerëzve të UÇK-s të dënohen për ta ndërtuar një narrativ për të sfiduar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Marrë revansh, po. Pra ju thoni që do ta apeloj duke përdorur këtë vendim, thoni? Absolutisht. Dhe unë mendoj që ky është mandej, nuk e bën këtë vetëm sa për sy e faqe. Serbia në fazat ndryshme të 27 vjeçarit ka kriju leva që ka kapitalizuar për interesat e veta. Nëse ky është momenti kur ata do të ngrisin çështjen e sfidimit, sepse unë mendoj që ka një logjik te gjermanët, pavarësisht se ne
sot reagojmë në mënyrë shumë emocionale, ideja është që nuk duhet kthehemi më te Këshilli i Sigurimit dhe kërkesa e Rusisë për ndërtuar një mekanizëm tjetër për ta gjykuar luftën, se mbetëm ne në ciklin e mbyllur. Kosova sot, edhe ky emision në vend se të jetë dedikuar për çështje të rëndësishme strategjike të NATO-s, të integrimit evropian, çështjeve të pozicionimit në marrëveshjet që po nënshkruhen për çështjen e Ukrainës, ne jemi duke tentuar që të qartësojmë mjegullën që është krijuar nga 99 e tutje. Do të thotë për Serbinë kjo është fitore jashtëzakonisht e madhe, që shqiptarët mbetën në 99-ën, ndërsa Serbia përkundër pozicionimit të tyre të paqartë ndaj Rusisë, mungesës sanksioneve, është sot pjesë e strategjisë energjetike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qartë. Dhe se më duhet shkojmë publicitet, dhe për më keq, ne vazhdojmë ta përdorim UÇK-n dhe historinë e saj, sërish për arsye politike, temi meskine. Ky gjyq dhe UÇK-ja sot po përdoret për garën e re për president të Republikës Kosovës. Për këtë flasim më njëherë pas publicitetit.